Pas dorëheqjes së drejtorit të higjienës komunale, Daniela Arsovska kërkon caktimin e një ushtruesi të detyrës së drejtorit. Koalicioni Vlen thekson se BDI kërkon shpëtim nga Levica, ndërsa KI pretendon se liderët e Vlenit veprojnë përmes butonit nga Selia e Vëmëros. Protest në Shkup, punëtorët e ndërmarrjes parqe dhe gjelbrime nuk kanë marrë pagën e shtatorit. Gjykata Supreme e Kosovës arsyeton vendimin për ndalimin e mbulesës në shkolla. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se takohemi në edicionin e lajmeve të orës 15:55 në televizionin Shenja. Pas dorëheqjes së kryetarit në higjiena komunale, ka reaguar kryetaria e qytetit të Shkupit, Daniela Arsovska. Ajo ka akuzuar në mënyrë direkte kryeministrin Hristijan Mickoski se po keqpërdor institucione që të kryej presion para zgjedhjeve. Ndërka që ajo i ka bërë thirrje bordit drejtues të kësaj ndërmarrje që udhëhiqet nga kuadri i Vëmëros që të caktoj ushtrues detyre. Kryetaria e qytetit të Shkupit, Daniela Arsovska, i bën thirrje kryetares së Vëmëros që është në krye të bordit drejtues të higjienës komunale që të sjellë vendim për shkarkimin e drejtorit Sabahadin Rustemi që arrestua dhe të emëroi ushtrues detyre pas ai një ditë më parë dha dorëheqje. Arsovska shpreh se Mickoski po e terrorizon qytetin me udhëheqjen e tij diktatoriale dhe me regjim përmes bordit drejtues, duke keqpërdorur institucionet dhe policinë që të mbjellë frikë dhe të kryej presion para zgjedhjeve. I bën thirrje kryeministrit Mickoski që e ka kryetaren e tij të bordit drejtues nga VMRO, e cila gjithashtu është kriminale e dënuar për 2 vepra penale në vitin 2006 dhe 2022, që të thëras bordin drejtues të higjienës komunale Shkup në përputhje me nenin 24A, paragrafi 2 i ligjit për ndërmarrjet publike, që të merr vendim për shkarkimin e drejtorit dhe në përputhje me paragrafin 3 të njëjtit nen, të emëroj ushtrues detyre të ndërmarrjes. Ndërsa pyet kryeministrin se pse nuk janë arrestuar drejtorët e ndërmarrjeve komunale në Tetov, Gazibab dhe Kumanov. Avokati mbrojtës Asmir Ali Spahiq njoftoi se Sabahadin Rustemi ka dhënë dorëheqje nga pozicioni i tij drejtor në NP Higjiena Komunale për arsye morale, ndërka gjykata penale djecaktoi mas paraburgimi prej 30 ditësh për Rustemin dhe Akis Saitin, menaxherin e mbeturinave, për shkak të, siç tha nga atje, rrezikut të ndikimit të dëshmitarët dhe mundësisë së përsëritjes së krimit. Ata dyshohen se kanë kryer vepër penale të rrezikimit të mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina. Drejtori Rustemi është emëruar në pozitën e drejtorit të higjienës komunale në fillim të këtij viti nga kryetaria e qytetit Daniela Arsovska. Sektori për punë të brendshme Shkup ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë publike të Shkupit kundër shtetasit ZA, ish drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, në ndyshimin për kryerjen e veprës penale për veçsim në detyrë. Për të njëjtën vepër penale janë kallëzuar edhe FM, ish zëvendës drejtori i agjencisë, si dhe 5 punonjës të tjerë në agjenci. Merrte mëditje më shumë se sa i takonte për udhëtimet e tij jashtë shtetit, edhe pse akomodimin dhe ushqimin ja mbulonte institucioni. Ish drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë dyshohet për veprën penale për veçsim në shërbim. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se kanë bërë kallëzim penal ndaj drejtorit, por edhe zëvendësit dhe 5 të punësuar tjerë në agjenci, të cilët dyshohen krahas veprës penale për veçsim në shërbim edhe për ndihmë. Drejtori sipas njoftimit të MPB-s dyshohet që veprën ta ketë kryer për 3 vite radhazi. ZA, në cilësinë e drejtorit të Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari, në periudhën nga viti 2017 deri në vitin 2020, disa herë me qëllim që të përfitojë në mënyrë të palishme për veten e tij fondet që ishin besuar në shërbim për udhëtime zyrtare jashtë vendit, në të cilat ai ka marrë pjesë, ka marrë mëditje në vlerë prej 50%, megjithëse sipas dekretit për ndryshimin e dekretit për shpenzimet e udhëtimeve të punës dhe udhëtime jashtë shtetit, duhet të merrte vetëm 20%, sepse harxhimet për akomodim dhe ushqim mbuloheshin nga institucioni.
Ndërsa zëvendës drejtori dhe të punësuarit e tjerë dyshohet të jenë fajtor sepse i kanë përgatitur dhe i kanë miratuar mëditjet e drejtorit, të vetëdijshëm se vendimet ishin të kundërligjshme. FM në cilësinë e zëvendës drejtorit me nënshkrimin e vendimeve për miratimin e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit i ka ndihmuar drejtorit që t'i përvetsojë paratën në mënyrë të paligjshme, kurse LA, AR dhe ET në disa raste në kundërshtim me dekretin e lartë përmendur kanë përgatitur vendime për miratimin e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit në emër të ZA, në bazë të cilave vendime AB dhe AB i kanë miratuar pagesën e fondeve të vetëdijshëm se vendimi nuk ishte sjellur në pajtim me dekretin. Sipas MPB-s, dyshohet se me veprimet e ndërmarra e kanë dëmtuar buxhetin e agjencisë për 62.530 denar. Duanierët kanë sekuestruar rreth 3.000 mallra të kontrabanduara në kufijtë e vendit. Ata kanë sekuestruar pothuajse 3.000 copa mallra përfshirë pije alkoolike, cigare elektronike, rroba me markat e mbrojtura tregtare dhe autopjesë. Dogana e Maqenisë ka sekuestruar rreth 3.000 mallra të kontrabanduara në kufi, në pikat kufitare Blac, Tavanocë, Bogorodicë dhe Novosel. Punonësi doganor dhe ekipet mobile kanë sekuestruar pothuajse 3.000 copa mallra, përfshirë pije alkoolike, cigare elektronike, rroba dhe markat e mbrojtura tregtare dhe autopjesë të gjetura në automjete, autobuse dhe kamion. Në pikën kufitare Blac janë sekuestruar më shumë se 700 copë mallra të ndryshme, duke përfshirë lodra, parfume, kozmetikë dhe mobile. Gjithsej 600 copë mallra të ndryshme, kryesisht lodra, u gjetën hapësirat e fabrikuara të një furgoni të drejtuar nga një shtetas i Maqedonisë së Veriut. Në një rast tjetër, gjithsej 143 copë parfume dhe kozmetik u gjetën në dyshemete se diljeve të pasme, si dhe në bagazhin e një makine. Në një automjet mallrash i cili ishte deklaruar i zbrazët për hyrje në vend, oficerët doganor zbuluan 3 pjesë të mobiljeve. Siç njofton nga drejtoria e doganave, oficerët doganor në pikën kufitare Tabanoc, gjatë ditëve të fundit, në 3 raste të veçanta, kanë sekuestruar 26 shishe pije alkoolike, mbi 200 copë cigare elektronike dhe një pajisje për vetë diagnostifikim. Përveç kësaj, një ekip mobil i drejtorisë zbuloi një përpjekje për të kontrabanduar 8 komplete pompa ajri dhe uji me panele diellore të destinuara për shatërvan dhe akuariume. Në rastin e parë, në një makinë me targa gjermane të drejtuar nga një shtetas Maqedonës, u gjetën 26 shishe pije alkoolike me një vlerë të parashikuar prej afërsisht 30.000 denarësh. Ndërka që në rastin e dytë, nga atje njoftojnë se inspektorët doganor kanë gjetur edhe 209 copë cigare elektronike në 2 çanta të një pasagjeri që udhtonte me autobus në linjën Bruxelles-Shkup. Përballja në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale në kampin shqiptar është fokusuar në Tetov, ku 2 grupimet rivale po akuzojnë njëri tjetrin për pazare me partitë maqedonase. Alianca Kombëtare për Integrim thekson se Izet Megjiti tashmë ka braktisur edhe kandidatin e vet në Bërvenic, vetëm pse u aprish planet për nënshtrimin e shqiptarëve përmes VMRO-DPMNE-s. Në anën tjetër, Vlen thekson se kandidati i AKI-s me lehtësi ka shtrënguar duart me anti-shqiptarët e partisë së Apasievit. Në prag të rrethit të dytë të zgjedhjeve lokale, që do të mbahen të dielën më 2 nëntor, tensionet ndërmjet koalicioneve shqiptare në vend janë përshkallëzuar ndjeshëm. Koalicioni Vlen ka reaguar, por siç thonë ata, pazarin Aleancës Kombëtare për Integrim me levicën për Tetovën. Ata deklarojnë se Tetova nuk është mall pazari. Për ta shitur BDI-ja, shtojnë se Bajram Rexhepi u ul dhe u fotografua me ata që fyejnë gjithçka që është shqiptare, vetëm për të siguruar një grysht vota për shpëtim politik. Nga Vlen pyesin nëse strategjia kombëtare e BDI-s, respektivisht Aleancës Kombëtare, është të kërkojë shpëtim nga partia që fyen shqiptarët dhe Kosovën. Me çfarë morali del Bajram Rexhepi para tetovarëve, pasi ka shtrënguar duart me anti-shqiptarët e Pasievit? Çfarë pazari ka bërë në këmbim të votave të levicës në Tetov? Tetova nuk është mall pazari, andaj më 2 nëntor, tetovarët do të flasin me një zë të qartë, po për Bilal Kasamin. Kjo është fytyra e vërtet e patriotit të BDI-s që për një copë pushtet i shtrin dorën levicës. Ky është pazari më i pistë që ka parë Tetova, një patriot që lypë ndihmë nga levica për të rrëzuar një shqiptar.
Me akuza kanë dalë edhe nga Aleanca Kombëtare për Integrim, nga ky koalicion akuzojnë se liderët e Vlenit veprojnë përmes butonit nga Pallati i Bardh, duke aluduar në Selinë VMRO DPMNE-s. Nga Aleanca Kombëtare vlerësojnë se liderët e koalicionit Vlen po e humbin çdo grim të pavarësisë politike, duke u shndruar në zëdhënës dhe ekzekutor të urdhrave që vijnë nga Selia e VMRO-s. Shtojnë se Izet Mexhiti tashmë ka braktisur edhe kandidatin e vet në Bërvenic, vetëm se ai u aprish planet për nënshtrimin e shqiptarëve përmes VMRO DPMNE-s. Ata që dikur flisnin për dinitetet e përfaqësim, sot për ulën para Mickoskit, ndërsa fitorin e Pirës ua qendiz VMRO DPMNE dhe ua volos me certifikata zgjedhore, opozita shqiptare do të vazhdojë të mbrojë votën, dinitetin dhe pavarësinë politike të shqiptarëve, pa tutor dhe pa butona. Kjo është pasqyra reale e një koalicioni që nuk udhëhiqet nga idealet, por nga butonat që shtypen në Pallatin e Bardh. Përplasjet e ashpra dhe akuzat e ndërsjella kanë shoqëruar të gjithë fushatën e zgjedhjeve lokale, ata po intensifikohen, ndërsa afrohet dita e votimit, duke reflektuar një garë të ngushtë dhe të polarizuar në mesin e subjekteve politike shqiptare. Drejtori i Byros së Sigurisë Publike Aleksandar Janev, pas takimit të dieshëm me udhëhecit e qyteteve ku do të zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, njoftoi se edhe në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, forcat policore do të jenë të pranishme pranë qendrave të votimit dhe siguria do të garantohet gjithashtu nga mbikëqyrja ajrore me dron. Detyrimi i policisë është i qartë të sigurojë një proces zgjedhor paqësor, të sigurt dhe demokratik, duke marrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar që qytetarët të votojnë lirshëm, pa presion, frikë apo kërcënime. Nuk do të ketë asnjë tolerancë ndaj veprimeve të paligjshme dhe çdo përpjekje për të prishur procesin zgjedhor do të përballet me një reagim të shpejtë, profesional dhe vendimtar nga ana e policisë, ka thënë ai. Në Saraj dhe Gazibab është realizuar ceremonia e zyrtarizimit të kryetarëve të zgjedhur në rrethin e parë të votimeve të mbajtur më 19 tetor. Muhamet Elmazi i Vlenit e ka pranuar detyrën nga kryetari deri tanishëm i Sarajit Ilias Vejseli, i cili është edhe këshilltar në përbërjen e ardhshme komunale. Kryetari i deri tashëm i Sarajit, këshilltar në përbërjen e ardhshme komunale, Ilias Vejseli, i ka dorëzuar detyrën Muhamet Elmazit, kandidat i Vlenit, i cili këtë pozitë e fitoi në zgjedhjet e 19 tetorit. Elmazi nuk është i vetmi që sot e mori detyrën, përposti pas certifikimit të rezultateve të rrethit të parë të zgjedhjeve lokale. Detyrën e tij në të njëjtën pozitë do ta vazhdojë edhe kryetari i Gazibabës, Bovan Stefkovski, i cili në karrigën e të parit të komunës ishte edhe 4 vitet e kaluara. Min se do ta vazhdoj detyrën e bëri vetë Stefkovski. Në një shkrim të publikuar, ai ka falënderuar të gjithë banorët e Gazibabës për besimin e dhënë, për mbështetjen dhe vizionin e përbashkët për një Gazibab më të mirë. Ju jeni motivimi më i madh imi dhe arsyeja për të vazhduar me dëshirën edhe më të madhe dhe me më shumë përkushtim punën. Në periudhën në vijim do të vazhdojmë të realizojmë projekte që veç më kanë filluar me ide të reja dhe zgjidhje që do të përmirësojnë jetën e qytetarëve. Saraj dhe Gazibaba janë komunat e para që krerët e komunave të zgjedhur më 19 tetor marrin detyrat, ndërkaq të dielen më 2 nëntor pritet të zhvillohet edhe rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale. Gara për të parin e komunës vazhdon në Tetov, Bogovin, Divër, Struk, Studeniçan, Bërvenic, Kërçov dhe Dollnen. Të punësuarit në 2 ndërmarrje që veprojnë në kuadër të ndërmarrjes publike, Parqe dhe Gjelbrime Shkup, kanë protestuar sot për shkak se nuk kanë marrë pagat e shtatorit dhe beneficionet e tjera. Nga nesër ata pritet që prej orës 9 deri në orën 11 të bllokojnë nga një rrugë të qytetit të Shkupit. Punonësit e ndërmarrjeve Florakom dhe Luna, që janë në ëmbrellën e ndërmarrjes publike Parqe dhe Gjelbërim Shkup, kanë protestuar sot pasi që nuk kanë marrë pagën për shtatorin, ndërsa nuk u janë paguar as shpërblimet jubilare, regresi për pushim vjetor, shpërblimi para pensionimit dhe shtesa e fundvitit. Kryetari i sindikatës së pavarur të administratës shtetërore, Goran Risteski, tha se do të vazhdojë çdo ditë protesta deri atëherë kur do të marrin pagën.
Nga e hëna do të fillojmë me forma të tjera të protestës ose grevës, për këtë do të vendos bordi grevist nga nesër. Fillojmë 2 orë nga ora 9 deri në ora 11, duke bllokuar vetëm një rrugë që qyteti i Shkupit dhe qytetarët të mund të funksionojnë. Edhe ne jemi qytetarë, edhe ne nuk duam të jemi barë shtesë për qytetarët e Shkupit, prandaj bllokojmë vetëm një kryqëzim dhe për një kohë të kufizuar. Ndërkaq, kryetari i sindikatës së pavarur të ndërmarrjes parqe dhe gjelbërim, Atanas Georgievski, tha se është turp nga organet kompetente që t'i lënë të punësuarit pa rrogë. Jemi lodhur duke kërkuar rrogën tani më muaj nëntor, ndërsa ne duhet të marrim rrogën e shtatorit. Me të vërtet na ka dalë mbi kokë që të kërkojmë rrogën. Ka njerëz që duhet të paguajnë fatura, të paguajnë qira, duhet t'i shkollojnë fëmijët. Turp është secili që e ka kryer punën, duhet t'i paguhet. Mujefet Ahmeti, i punësuar në këndërmarrje, në vend që të jetë në vendin e tij të punës, ai është detyruar të dalë të protestojë. Me të vërtetë është e rëndë, po dikush ja bon disi dhe ja kalon, por ka dikush me fëmijë edhe s'po ja del dot, sepse që është vështirë për dikën se dikush ka fëmijë të sëmur, me qenë se deri xhuma nuk shlojnë, nuk ka rrogë, domethënë, atëherë duhet të vazhdojmë dhe të pagojmë vetë me privatizëm. Për shëndetësi. Por ndryshe kjo është një katastrofë shumë e madhe. Punonisit e ndërmarrjes publike thonë se protestat do të vazhdojnë çdo ditë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre, ndërsa paralajmërojnë edhe forma më të ashpra të reagimit. Në email adresat e gjithsej 47 shkollave në Shkup dhe në Kumanov kanë arritur kërcënime për bomba të vendosura, të cilat do të aktivizoheshin mëngjesin e sotëm. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftuan se janë kryer kontrolle dhe konfirmuan se paralajmërimet janë të rreme. Në SPB Shkup dhe SPB Kumanov, dje rreth orës 18 është denoncuar se në email adresat e 30 shkollave në Shkup dhe 17 në Kumanov kanë arritur mesazhe për pajisje eksplozive të vendosura në shkolla. Menjëherë janë ndërmarrë masa dhe aktivitetet të nevojshme, janë kryer kontrolle dhe është konfirmuar se bëhet fjalë për denoncime të rreme, njoftojnë nga MPB-ja. Shikues të nderuar, këtu është në fundi i lajmeve. Ju falenderoj që qëndruat me ne, mirupafshim.